Rikëthyem, jemi në kuzhinë përsëri, e vendosëm shëndetlijen për të pjekur, ndërkohë gati është edhe shurupi i saj, të cilën ja shtojmë në fund, sepse njëra duhet jetë e vakët, apo jo? Prite pak të kapakun e... Sa i vogël këtu tresim gjalpin, ose bëjmë këto gatimet. Shtoj gjalp për të bërë... Një fërges, pra një tavë dheu me miell djath, kaq, asgjë tjetër. Nga to tradicionalet e vjetra fare. I shojmë pak çfarë përbërësish janë, 2-3 përbërës, kur janë recetat tona tradicionale nuk na ngarkojnë me shumë përbërës, janë me pak përbërës dhe me shumë shije kemi thënë, një recetat të vjetra që vinë deri në ditët e sotme. Të shtojmë miellin mirë dhe pastaj të kaurdiset, se duhet miell gjalp, miell gruri, djath një fet për person, po ashtu edhe 2 lugë gjelle me miell mistri, 2 lugë gjelle me vaj ulliri, 2 lugë gjelle me gjalp, një thelpi hudhër, një lugë çaj piper të kuq dhe krip piper të zi, që detyrimisht rregullojnë shijen e fërgesës me djath dhe miell mistri. Kemi vendosur gjalpin edhe vajin, tretën, kemi shtuar miellin aty, duke e trazuar. Dale, se bëjmë zhurmë me... Dale, me nga dale. Kusht i bleu ato, po ja që duhet një mbërthec këtu që të mbërthesh mirë. Po më mbërtheve, po më mbyte. Ja më të në nëzëtësi. Më mirë kështu. Jo, më mirë nuk jam, ashtu se është i pastër. Tu çfarë kemi sjell? Atëherë, bëjmë ato detoksin. Detoksin ty ta kam bërë gati unë që të kesh... Shumë mirë se na duhet tani. Një sekond, dale, mos unë zito. Jo, në t'i qyroj, jo t'i tregoj pastaj se çfarë kam gëtuar. Mos unë zito, të të ndihmoj dhe ty, pse? Sa e që kam ndihmë, unë gjithkohë unë kam çdo ditë ndihmë, urdhëra. Problemja, i bëjmë kështu rrath. Por, do të marr borx pak ujë këtu, sepse do të shtoj. Kam gjalpin me vaj, bëra një kaurdisje miellit mistrit dhe tash do shtoj direkt miellin e grurit. Nëse ne kemi këtë masë të tillë që të na mungoj yndyra, nuk do kemi gjë në vim, ala-malatë, më vedit që ku i mua këtu së nduhet. S'ka gjë se e tregojmë më pas teshti sa i pastrova. Po, shumë mirë. Bëre mirë me zetën e parë. Ja. E lë deri sa të piqet pak mielli. Normalisht kam këto 2 thelpit e hudhrës që t'i kaloj. Shtoj pa vendosa miellin e mistrit në fillim fare në yndyrë dhe më pas miellin e grurit. Shtoj ujë gradualisht. Do të tretet mirë pastaj të... Patjetër. Mos ketë kokriza që të shtojë djathi, erzat, hudhra, kripa, që të rregullohet shija. Ja, këtu. Mirë. Procesi sigurisht nga dalesohet, nga që është ujë ftohtë. Gjërat tua ti urdhra? Po t'ishte për shembull një ujë ngrohtë, se tash avash do tretet ajo. Tani është verë, është ekolajt, gjithçka. Do thonë ju se çfarë ndryshimi ka vera me dimrin. Patjetër që temperaturat luajnë një rol shumë kryesor. Absolutisht. Unë nuk përzitem duke e përzirë, ashtu sikurse dhe ju. Ja. Kam ardhur në pikën që pra, u krijua ajo masa, ndërkohë, tani në veri jemi mësuar që të konsumojmë patjetër më tepër ujë, por edhe të konsumojmë një ujë të pasuruar me minerale, me vitamina, kështu që një ujë pastrues, hidratues, detoks që i themi me kastraveca,
tek uji, i shtojmë dhe i mbajmë për gjatë vetëm një dite, limon, gjithashtu, dhe ginger. Për shembull, disa orë, përpara se ta konsumojmë, e kemi marrë me vete dhe do të kuptojmë nga dita në ditë një lëkurë më të pastër, po i shtojmë edhe gjethe majdanozi, pse jo? Një lëkurë më të pastër, një trup më të hidratuar, e përballojmë më mirë vapën, i freskët, në momentin që e konsumojmë po duam shtojmë edhe kuba akulli, dhe ja, është ai uji që të gjithë e preferojmë. Dikush preferon të shtoj fruta të tjera, dikush preferon të shtoj karafil për shembull, ose elemente të tjerë që i ndërthurin dhe i kombinojnë së bashku, dikush vetëm ujë majdanozi, kastravec apo vetëm limon, kështu që mirë është që atë ujin mos e pim ashtu. Tani, op, ashtu fat. Op, stop, aty ku thot, shtojmë këtë, shtojmë atë, shtoj dhe unë pak hudhër. Ja dhe jemi në fund, duhet të shtojmë hudhrën. Erza t'i shtove piperin e kusht, Erza t'i shtova që gjitha kripën çfarë mua më duhet, e kam këtë mas të tillë, do t'a shtoj, do t'a transferoj më sakt në një tavë, ku do shtojmë edhe djathin. Thamë që nga një fed djathi për person. Ja, marim edhe djathin për të shtuar. Do kaloj dhe një pjesë kohë në furr. Aty po piqet dhe shëndetlia. Dhe vidëm që në copa. Çikvaj në fund dhe ju bëft mirë nëse e përgatisni të lumshin duar dhe vendosim në furr për t'u pjekur. Të shërbeti pak limon. Të shërbeti të gjashtojmë dhe limon. Nuk kisha të tjetër ndër fakt. Dhe ju përshëndesim dhe ju falenderojmë që na ndoqët. Më pas do të ndiqni horoskopin, të cilën nuk arritëm do ta transmetojmë ditën e djeshme për shkak të situatës dhe zhvillimeve që ndodhin sot në vendin tonë. Mirupafshim. Të lumshin duar. Faleminderit.